Big Brother jashtë, Arbër. Tani Ledion, unë kam disa gjëra në fakt për thënë. E para, unë mendoj që familjarët kur marrin pjesë në surpriza të tilla e kanë shumë vështirë, ndoshta gati të pamundur për të favorizuar personin që kanë brenda, banorin në këtë rast, sepse gjithmonë janë, sepse kanë interesin e banorit që kanë brenda. Andaj mendoj që e bukur e këtij programi është fakti që shikohet 24 orë. Pra publiku shikon çdo gjë në 2 kanale 24 orë. Dhe sado fuqi apo çfarë do lloj gjëje që mund t'i shkojë ndërmend kujtdo, publiku ka mendjen e tij dhe do të logjikojë, ka gjithë kohën e Zotit për të logjikuar dhe për të analizuar. Së dyti, dua të vlerësoj faktin që Miri, pavarësisht të gjithave, gjeti një moment për të kërkuar falje. Për mua ajo tregon njerëzillik se kjo është mbi lojën, është një gest ku ka treguar qytetari. Ka bërë edhe Roberti, e ka bërë edhe Rogerti, po më vonë sikur e kishte pati një luhatje të... Po sepse në rastin e tij mbase Selin nuk ja dha aq mundësinë sa çfarë mirë. Eksakt. Së treti dua të them që një sekond, ju lutem. Së treti dua të them që mua më pëlqejnë guximtarët. Dhe më pëlqeu që vendimi që mori Selin për të qëndruar brenda shtëpisë për disa arsye. Unë do të them vetëm 2. E para sepse gjithmonë më kanë pëlqyer njerëzit që i çojnë betejat deri në fund. Së dyti, Selin ju tha diçka që nuk kishte të bënte me lojën e saj. Pra, nuk kishte një indicie që ti e keq tek loja jote apo na ke turpëruar apo gjëra të tilla. Dhe vendimi për të vazhduar lojën brenda shtëpisë me ato armiq që ka brenda lojës dhe për ta çuar betejën e saj deri në fund dhe ndoshta për të pretenduar, për të fituar dhe luftën, janë veprime dhe qëndrime që i marrin vetëm njerëzit e guximshëm. Dhe për ta përmbyll fjalën time, Selin doja të jepja një këshill. Unë mendoj që jo gjithmonë njerëzve, sidomos pasi kërkojnë falje, duhet t'i kthesh me të njëjtin monedh. Sepse në këtë moment, në konvështrimin tim, çdo ditë nga pak fillon e hum pesha e asaj që thua. Bravo. Ndaç merre si këshill të gjuar, ndaç jo. Bravo. Ke shumë të drejtë dhe në fakt, kur ka ardhur Ela, jam futur edhe Marufin dhe kam dhënë komentet e mia komplet shumë pozitive, normalisht e kam vlerësuar. Kam marrë të shëndriti, kam thënë kërkoj falje Miri. Por amatë nesër në mëngjes, pa i bër asnjë lloj sulmi dhe këto po gënjejnë, un kam dalë jashtë dhe ato ishin të tre atje dhe po flisnin për nënën time që fundi ajo është jashtë rremureve, edhe un jam brenda kjo ka arsye për nënën tane. Dhe kjo ka qenë arsye se un kam luftuar. Gjithsesi e marr shumë të drejtë, po ndonjëherë inati këtu brenda të rrëmben, gjithsesi, po përsëris luftën e kanë filluar vetë duke përmendur nënën time 24/7. Monika. Nuk e kam unë, domethënë nuk po them unë që mos vazhdosh luftën. Unë thjesht po them që për sa kohë ndihesh keq me të drejtë për epitetet të caktuara, atëherë lutem mos i përdor as ti. Vetëm këtë po them, luftën sigurisht do vazhdoni. Domethënë, Monika për ty fjala. Okej, Arbër, kuptova, faleminderit shumë e vlerësoj. Cilat janë këto epitete që të janë zë? Mona. Nuk kuptohet. Se që ke bosi yll sonte, jepi Mona. Ta shohim dhe ne. Nuk ja kaloj Selinës, është shumë e bukur me atë fustanin e kuq. Jo, gocat i kemi gjithat bukura me thënë drejtën. Po Selina sot vezullon se me sa duket se bollja pa forçat, hajde, a pa shkruajtë anons. Dikush një miku Rogerti të thonte që Monika në kohë lufte lulzon, në kohë paqe vdes. Edhe Selina me sa duket në kohë lufte lulzon, edhe bëhet e mirë. Megjithatë, unë Selin të vlerësoj shumë që ju riktheve lojës. Unë mendoj që ti me atë veprim ke bërë ndarjen midis fëmijërisë dhe të qenurit sot vajzë dhe grua që merr fatet e tua në dorë. Dhe ashtu si tha dhe Arbri, ka qenë një gjë shumë e mirë. Por, dua të jap edhe unë po prap një këshill. Lojën mos e bëjmë emocion. Emocionet familjare, emocionet njerëzore mos i fut në një lojë në Big Brother. Mendoj që loja është lojë, kamera është kamerë,
emocioni i yt brenda që keti brenda vetes tënde është emocioni i yt dhe mbaje për vete dhe mos ju a jep shansin të tjerëve që të ta tregojnë. Ajo që unë dua të theksoj është që përsëri koka e falur nuk pritet. Pra, qoftë Miri, Juela apo Rogerti, çrëndsi ka, erdhën të kërkuan falje, por unë më shumë kanë falur. Dhe ti nuk i ke falur. Atëre në rregull, kjo është një gjë tjetër atëre. Atëre nuk ka falje. Atëre nuk ka falje. Ata mbaroj mendimin tim, mos u shqetësoni. Atëre unë meqense ti nuk i ke falur atë, unë jam e detyruar të kthej në kohë, në gjithë historikun tënd, të paktën aq shumë sa e mbaj mend, sepse unë të kam ndjekur me shumë pasion për vetë atë çfarë ti përfaqëson. Selin, ti kur hyre 23 vjeç në 20 dhjetor në Big Brother, ne të njihnim si një vajzë që kishte qenë prezantuese në këngën magjike të Ardi Xhebres. Unë kam kënduar vetë këngën magjike, kam qenë në jurinë e këngës magjike, Miri ka qenë disa herë bashkë me West Side Family në këngën magjike, ku dhe këngën Po Çike Çike, çai pëlqen asaj çike, është ajo në kohë të ndryshme. Po, jo mos e pëlqen. Por ajo ashtu është. Jo mos e pëlqen atë çike. Çai pëlqen kësaj çike. Po, jo mos e çai pëlqen çike. Jo, Alandi ka thënë çike, mos e pëlqen atë çike. Duke dalë nga dera ka thënë. Vazhdojmë ecim. Hyrja jote në Big Brother, të gjithëve na bëri. Unë kam qenë nga të para që e kam sulmuar Mirin, që edhe mbasi mbaroi sfida e krevatit, ju vazhduat të rinit në krevat. Dhe keni ndet për 50 ditë. Selin, jo 50 ditë. Po ja kam thënë në fillim. Ja kam thënë sepse ja kam thënë dhe Selinës dhe Mirit sfida ka qenë në prajmin e parë kur i ndau Kristi dhe këta kishin të drejtë të negocioni. Këta kishin të drejtë të negocioni për krevatin, dhe unë kam thënë pse nuk negociuat ju të dy që të ndronit krevatin, pra nuk e kishit push. E mbaj mendur se e kam ndjekur këtë gjë. E para, e dyta, edhe mbasi mbaroi sfida, pra edhe mbasi mbaroi sfida e 3 ditë që do rinin në krevate që ju kishte ndarë Kristi, unë i kam thënë përsëri, ikni dhe secilit bëj lojën e tyre. Dhe deri në momentet e fundit, deri sa ikën nga krevati. Por një gjë do të them, Selin. Ty krevati... Jo, krevati ka vlerën e vetë, ju futu në lojë, por ti u bëre Selin e njohur nga krevati West Side Family. Kështu që, pavarësisht nga kjo, ti në lojë, ja ta mbaroj mendimin, me qëse ti nuk e ke falur, krevati West Side Family, krevati, po bjërë ta mbaroj Selin, tani e Selin e Big Brotherit, tani ti deri në ditën e 50, krevati West Side Family, ty të mbajti në lojë. Pastaj, prit moj se një prit. Të hyri Greta, të tha basta. Të hyri Greta, të tha basta. Të hyri Rogerti dhe Rogerti hyri me kopaçe në dorë. Filloi, incest, pervers, Dubai, gjitha tjera. Pastaj, të erdhi Shëndriti, të erdhi vllai, të erdhën gjithë. Dhe dua të them një gjë, Selin. Selin, më dëgjoj një sekond, ta mbaroj. Nuk mund ta mbarosh, sepse ti nuk mund të më ofendosh mua duke mbrojt Mirin. Jo, tani mos kërkon të prodhosh. Tani Selin mos kërkon të prodhosh. Selin, ta mbaj West Side Family ku është atje jashtë. Jo, shoqë që ndet 50 ditë në krevati. Si Miri, jo si Miri West Side Family. O shoqë që ndet. Selin, që ndet 50 ditë në krevat. Ke hyrë si këngëtar, po keni gjikuar një opinion e ke thënë. Ai ka hyrë si djalë, nuk ta toleroj në mënyrë absolute. Selin, a ke ndet 50 ditë në krevat? Jo, Monika, sorry, nuk do të. A ke ndet 50 ditë në krevat? Të lutem, bëgo fare. Selin, a ke ndet 50 ditë në krevat? Flas me një vajzë, më vjen shumë Selin. Më vjen shumë turp që më flas me një grua. Po grua, vajzë çfarë dush ti? A ke ndet 50 ditë në krevat? O kushoj se a ke ndet 50 ditë? Nuk do të dëgjoj, Monika, s'e dëgjoj. Ke ndet 50 ditë në krevat? Jo, nuk kam ndonjë 50 ditë dhe të rrof që e opinioniste, kam ndonjë nga ta 20 dhjetor deri me 11 janar. 50 ditë ka zgjatur dakoria. O shoqë, 50 ditë lojën e krevatit ke mbajt. Jo, pra, lojën e krevatit nuk sa toleroj, Monika. Ti ke mbajtur lojën e krevatit. Me gjithë respektin do i nxirë edhe në Ankan. A do ditë në Ankan krevati? O Selin, a do ditë? Krevatin e West Side Family nuk ma tregon dot mua. Tregoja shokutat që i ka interesuar dhe është dita 107 që vazhdon me krevatin këtu brenda. E vazhdon ti historinë e krevatit.
Pra, do me thënë, ajo, atere, qetësohemi që ta përkthej pak të gjithën këtë situatë. Pra, Monika, është shumë e rëndësishme se arsyeja kryesore sepse ne njerëzorët edhe në 2026 nuk merremi vesh me njëri tjetrin, është pikërisht mënyrës se si i frazojmë fjalit tona me tendencën direkte për të lënduar dikë për shkak të mënyrës se si i përdorim fjalët. Monika, me fjalin që bëri, në mënyrë metaforike, tha që arsyeja... Ska metafor të brëndar, të lutem, Selin, të lutem. E kuptoj, pikërisht për këtë bëtem. Pra ajo thonë, metafora e marrëdhënies, pra raportit që Selin ka patur me Mirin e ka çuar deri këtu. Dhe raportit Selin dhe Miri, gjithmonë Monika i ka vënë metaforën krevati. Dhe tashmë, sot krevati i cili deri më sot ishte krevati i Brunesit o krevati i Big Brotherit, sot Monika e bëri krevatin e West Side Family. Pra, e qoj në një shkallë më... Dhe si pas Monikës, arsyeja sepse Selin është aty ku është për shkak të famës që mori nga krevati i West Side Family. Jo, nuk është shumë. Që ka flet kë, sepse të mos harroj, kurse Nika është në shtëpi, zotria ka pas një krevat, ka pas krevatin e parë. Kjo vajza nuk ishte krevat. Kështu që ky ka fletë krevati im, jo tek ti, okay? Edhe shiko sa pa ftyrë, në ditën 107, e rikthehemi prapë krevatin. Faleminderit që nuk e vjen asnjëherë një do bjerë poshtë. Edhe neve përveç në fjalë me ti brenda luftojmë për ditë. Po mënyrë se si luftojmë fjalit. Dhe kur është mënyrë metaforike thuhet, në mënyrë metaforike nuk thuhet fjala. Selin. Unë nuk jam zonjë, jam zonjush. O shoqe, ky Miri, a është Miri unë që kesh nuk jam. Moj, çfarë do zonjush atëre? Ky Miri, a është Miri West Side Family? Po mirë, ai është Miri edhe West Side Family është edhe Çalini ka është edhe djali i Sofia. Po Selin kur jeni aty si balerin apo si prezantuese? Selin Miri si balerin, si prezantuese, si personazh publik. Dakor. Tani, historia është ndryshe. Ju lutem dëgjoni pak këtë sepse dua të kuptoj çfarë ka dashur Monika të thotë me gjithë histori dhe e marr vesh shqetësimi është krahasitja e këtyre edhe përdorimi. Jo, ka një problem sepse ata janë shumë të tensionuar dhe nuk kuptojnë as logjikën e fjalisë dhe secili duan të dalin ke fjalia vet. Tani se kur ti atëre Monika, logjika e fjalisë në momentin O Selin, të lutem të ndasim me tonet e qela sepse nëse bërtasim Miri Selin. Miri Selin, të lutem. Nuk e tolerojmë në mënyrë absolute. Jam shumë dakord, mund të mos ta tolerosh këtë drejtën tënde. Ajo që po them është nëse mundohemi të flasim me qetësi, edhe kuptojmë ndonjë gjë. Ajo që ti thua Monika, tani nuk mund t'i thuash dikujt, se për atë diskutuam përpara 3 ditësh. Pra ti po i thua dikujt, ti ka ardhur deri këtu sepse të bëri krevati i West Side Family. Do të thënë frazimi. Më fal. Atëre kthehemi në kohë. Ku kishte babai Selinët që dolin televizor dhe duke sharë Mirin? Shtypja e babait të Selinit që një sjellje aty brenda. Nuk ka fajse ju tu brenda. Ku se ka bulën Atëre, Monika, shpunka. Ti po thua një gjë, çpun kanë të gjithë. Po Miri çfarë faj ka Miri? Çfarë faj? Ta them unë. Po çfarë faj ka? Po priti. Ju lutem. E ka marrë në Shqipëri u edhe te Portokallia e dëgjum. Ju lutem. Këto lajka që ka ardhur deri këtu. Te Kurrizi. Mirë sa jeni kurrë fiton të fikë Miri. Ja ke për ta pa. Ja ke për ta pa. Selin Miri. Çfarë do të shohim? Selin Miri. Cilën tani për rrugat që ke për të parë. Ja ke për ta parë. Jem rregull. Ja ke për ta parë. Shumë rregull jemi. Ja ke për ta parë. Nëse e keni të pamundur të qetësoheni, atëherë do të duhet ta mbyll
këtu lidhjen edhe lidhe me ju në një moment kur i mos mbaj përgjegjësi Monika për fjalët. Jo, Monika mban përgjegjësi sepse mban personalisht për fjalët e saj, si kundër edhe ti mban për të tuat edhe njëri për të vetë. Ti ke problem shumë të madh. Ti ke problem që ti ke problem tani më dëgjoj se do flasun se dëgjum gjithë fjalorin e Rogertit në versionin femër. Tani më dëgjoj këtu. Ti ke problem shumë të madh, goca. Bota nuk rrotullohet rreth teje. Bota rrotullohet rreth diellit. Një e para, e dyta kjo, e dyta qetëso. Oselin, qetëso se po t'jap dhe një informacion tjetër nga jashtë tani. Po t'jap dhe informacion tjetër nga jashtë. Jo, nuk mund t'i japësh asnjë informacion as kujt. Jo, po qetëso pra që ta dëgjosh me vëmë. Qetëso, po them, qetëso. O Rogerti femër, qetëso. Ju lutem. Ai po shoti tjetri. Ato 48 orë të tmerrshme të mamas tënde janë si produkt i fansave të tu, që për të të nxjerrë ty si viktim të dhunës psikologjike në Big Brother, po, kanë deformuar opinionin dhe kanë krijuar insinuar. Pse Monika ti e mendon deformim të opinionit? Po opinionin nga kush krijohet? Patjetër nga fansat e saj, videot e marra. Stop, e mbyllim lidhjen me shtëpinë, Të nxjerra dhe të shpërndara nga fansat e Selinit, sollën atë presion psikologjik e mamaja e Selinit. Sepse, po ta shikosh në detaje të gjërave, ka një problem. Kush është problemi? Problemi është që rrjetet sociale, hatersat që vinë dhe duan të hejtë dhe bëjnë luftë, se nuk është luftë. Po ka sa dush. Ka tifoz, Monika, ka tifoz, siç ka njerëz të cilët të simpatizojnë ty, ka sa dush që më urrejnë dhe që çfarë nuk shkruajnë. Por ka një problem. Qoftë familjarët e Selinës, qoftë familjarët e Mirit, apo edhe të Rogertit, apo edhe të Juelës, të Shëndritit, të Mateos, të gjithë, kur dëgjojnë njerëz të cilët janë tifozë dhe janë të papërgjegjshëm për videot që shpërndajnë, për fjalët që thonë, për komentet që bëjnë, cënojnë familjarët. Dhe nuk jam dakord me këtë. Nuk jam dakord pikërisht me faktin se ti je në këtë studio dhe nëse frazimi që vjen nga kjo studio është ajo që ti sapo bëre, pra nëse ti i thua Selinit nga kjo studio, i thua ti je aty ku je se të bëri krevatin nga sjajtë mos e tjetërso fjalën time. Unë nuk të shikoj asgjë, po të shikoj fjalë për fjalë. Dhe nëse ti e bën këtë në studion e Big Brother, atëherë çfarë mund të presim nga dikush me një telefon në dorë? Mos bëjmë lojë fjalësh. Ne nuk mund ta fshim që historia e krevatit nuk ka qenë pjesë e gjithë Big Brother. Po jo, Mona, ka një problem. Ka një problem. Dëgjoj, Mona, a kemi marrë ne çdo prajm jemi marrë me krevatin? A jemi diskutuar ne, a e ka puth ky djalë këtë gocë? A e ka prek ky djalë këtë gocë? Çe ka bër ky? Dakor. Tani ajo vetë ka thënë që nuk e kanë pranuar. Mona, që ta bëjmë. S'ka ndodhur asgjë. Tani ka një problem. Ne nuk mund të thosh që Miri ti je askushi. Nuk e thu dot Miri ti askush. Po askush nuk i tha që je askush. Po çfarë si tha më vlla? Mona, tani të lutem. Ajo nuk mendoj. Ai shkoi i kërkoi falje, i kërkoi tjetër, tjetër. Ajo thotë nuk e fal, dakor, nuk e ke fal. Po t'jap dhe unë anën tjetër, se po ta marrësh për edukat, për arrogancë, për mënyrë të folurit, për mënyrë të shprehurit, nuk është Selina më mirë se të tjerët. Po ne na bëjmë përshtypje se këta tjerët bërtasin më shumë. A do vesh pikë se vonë 12 minuta, se nuk zgjatojmë dot. Sepse flasim kështu se ka një minutë ashtu. Nuk mund të ndryshosh mua mendimin e të tjerë. As pak, po kam drejtë se mendimin tim. Por ajo Selin gjithë lufta ishte me Mirin e Uesajdave. Dhe Uesajdat. Po pse turpo të madh? Ja po ti durove deri tani për të nxjerrë Mirin e Uesajdave se është era e parë që e thua. Jo, po nuk ka turp më të madh kur ata. Po është era e parë që e thua ti, duket sikur je afektuar më shumë ti nga ato që quhen haters se sa. Unë dua jam afektuar për mënyrën se si e përdorin për të sensibilizuar ose edhe për të sulmuar Selina. Jo, e përdore ti. Mamaja e Selin dhe po e ritheksoj, mamaja e Selin ishte shumë e kujdesshme në mënyrën se si e frazoi gjën që tha të mërkurën. Sa nuk dua të them asnjë informacion nga jashtë, ato gjëra që kanë ndodhur 48 orë, mendoj që ti duhet të tërhiqesh nga darkë. Ishin ato 48 orë, 2 videot e tmerrshme që ishin filmi po themi apo kokra e yllit, ishin 2 videot të cilat krijuan gjithë historinë. Por nga ana tjetër, dakord, jemi shumë dakord dhe jemi aty me atë që vim deri në atë moment që ajo si këngaloj. Por Selin nuk mund të sjelli emocionet e veta të familjes dhe jashtë shtëpisë në një lojë me të tjerët. Moj emocioni sapo ja çove ti.
Çaj çova unë. Po sepse i thuaj asaj zonjushës, O zotria, asaj shoqes, i thuaj që ty të bëri të famshme krevati i Westside-ve. Po ajo sa krevatin do nxjerr në ankand. Për mua. Ata krevatin do nxjerr në ankand. A tha ajo duhet ta thuash dhe ti, bukur. Monika ja arritën ja dolën në ankand, do ta hyjmë si për taksisë dhe do ta nxjerrim. Për mendimin tim, unë mendoj që mënyra ndoshta nuk e di domethënë se çfarë do të thuash, por për mendimin tim është e gabuar që mënyra se si u drejtove, duke i thënë që ty të ka sjell tu krevati i mirit të Westside Family, i thua një vajzë sikur e ke zhvlerësuar totalisht. Ndërkohë që kjo do vlente sikur ti thuash edhe mirit të Westside Family-t, se edhe mirin krevati e ka sjell deri këtu. E kupton? Eksakt pra. Po fakti që nuk e thua, dhe këtë gjë ja thua vetëm Selinit, e kupton? Se Selini, çfarë kishte Selini? Të lutem, kur ka hyrë, po mi pa, tani unë sëm ndërpreva. Po 17 minuta ke folë, unë sëm ndërpreva tani. Po mirë, edhe 2 minuta sepse nuk ke. Po nuk na lën kjo vlla tu fol, ç'ti bëj kësaj unë. Kur i themun mirë që e vazhdo, vazhdo, jepi. Po la, mos i këto dinamika ishte mesaxhore të dy. Tani, okay. Kur lavdëroj se po u prek miri është. Kur e shaj se nuk që ka me keq. Kur edhe një herë Monika nuk është çështja nëse ti e mbështet apo nuk e mbështet Selin, ke të drejtën tënde të mbështesësh dhe të mos mbështetësh këtë të doj e bardha zemër. Ajo që po të them është nëse ti prekesh nga komentet e atyre që komentojnë në Instagram, mos u bëj e para që e bën. Unë nuk preken fare, më zotri. Unë nuk preken fare. Bile se ata që më shajnë do të thotë që ekziston kur të shajnë. Kur të shajnë do të thotë që ekziston, por do të them një gjë. Kur këta fyen, pse nuk u fy Kamiri kur ato talleshin me 600.000 lekë të këngëve të mirit? E mbani mend apo jo? Po këto nuk i ka. Selin është njoft, domethënë, sepse nga miri Westside Family, ndërkohë që Selin ka pas më shumë djegës se sa miri kur ka hyrë për asaj shtëpie. Si që ka radhë që djegësit e Instagramit. Po djegësit janë fansë, janë mbështetësa. Atëherë shkojmë në shtëpi, Djegësit e Instagramit që kanë problem.